Unë mendoj që këtë punë nuk duhet m'ia lënë vetëm komunave, sepse Ministria e Mjedisit është për këtë qëllim. Por që këto vite, 8 vite, unë kam pas zero interesim nga Ministria e Mjedisit. Po flas gjithmonë për përvojën time si kryetar i komunës së Klinës në 2 mandate, ka qenë interesimi vetëm nga ona jonë, nga ona pushtetit lokal. Pra ju keni bërë kërkesa, por nuk keni gjetë mbështetje? Gjithsesi. Edhe gjithsesi duhet me pas për impjantin kryesor të trajtimit të ujrave zeza, duhet me pas gjithsesi bashkëfinancim nga nivelli qendror me forma të caktuar me kreditim apo e di. Fillimisht, a kanë komunat kapacitet njerëzor, a kanë ekspertizë për t'i kryer këto punë? Sepse vullnet dhe premtime shohim nga secili kandidat në nivel komune, por janë pak më të komplikuara se sa aq. A keni ju ekspertizën e duhur për t'i bërë planifikimet nga zeroja deri në funksionalizim, apo edhe këtu duhet nga nivelli qendror? Jo, për këtu ne e bëjmë studimet që financohen dhe implementohen nga kompanitë profesionale. Realisht, ne është më rëndësi që të bëjmë termat e referencave, çka dojmë arrit, dhe kompanitë shpallën procedurat e prokurimit, vjen kontraktohet një kompani profesionale e cila do ta kryejë punën e saj. Pra, komuna ka staf për me menaxhu këtë proces, po jo për me bën edhe projektin ekzekutiv. Kemi në projekte infrastrukturore, kemi mbështetje, sepse edhe tranziti i qytetit i cili ka një kost rreth 8.5 milion euro, po bashkëfinancohet me buxhetin komunal, pra ata kanë marrë përsipër 4.5 milion euro me tendencë që të shkohet edhe në vlera më të larta në parashikimet buxhetore që të jenë për 2 vitet e ardhshme. Edhe projekte tjera aplikojmë në çdo ministri të linjës, në çdo projekt, në çdo shpallje publike që bëhet aplikojmë, edhe nuk mund të them që kemi qenë shumë të mbështetur, por nuk mund të Ministria e Arsimit sa ju ka mbështet? Ministria e Arsimit po ndërton 2 qerdhe në komunën e Klinës. Njëna e fillu në vitin 2019, shumë herët, që këto ditë është reaktualizu dhe kanë rifillu punimet për finalizim. Besoj që mrena 2-3 muajve, sipas planit dinamik, do thotë në fillim të vitit tash do të kemi qerdhen e gatshme për me i pranu fëmijët. Qerdhja 2 ka fillu këtë vit me ndërtu dhe ajo, sipas planit dinamik, do të thonë ka mesi vitit tashëm, do të përfundohet dhe po ecë me një dinamik të parashikuar. Realisht ne kur dalim në arsim mund t'jap edhe idetë Po, ja, tani, se kishte akuzë nga opozita që gjatë tërë mandatit tuaj keni ndërtuar vetëm një shkollë. Sa shkolla e ndërtuar në këto 8 vjet dhe sa qerdhe e ndërtuar me kapacitetin e juaj, me buxhetin e juaj në këtë mandat? Të 2 qerdhet janë financuar nga Ministria e Arsimit, edhe shkolla është financuar nga Ministria e Arsimit, po nuk shkollat janë ndërtu me njerë pas luftë dhe na nuk mund t'i prishim shkollat e reja me ndërtu të vjetë. Kemi kërkesë për një shkollë të vazhdueshme në Zllakoçan dhe unë kam premtuar tani që nëse nuk do të kem mbështetje nga Ministria e Arsimit, të njëjtën shkollë do ta ndërtojmë me buxhetin vetanak komunal. Gjithashtu, nëse po him edhe në arsim, ne planifikojmë me ndërtu edhe një shkollë të re në një lagje Dolës Dërsnik, që thirë që është lagje që ka një trend të ndërtimit të lartë dhe rritjen e popullatës. Në atë lokacion do ta ndërtojmë edhe një qerdhe të re. Fillimisht do të bëjmë kërkesë tek Ministria e Arsimit dhe unë besoj që do të hasim në mirëkuptim, që të ndërtojmë një shkollë të re sepse ka nevojë, nga se tani në tërë Republikën e Kosovës është një tendencë e re për me kalu në mësimin tërditor.